Shabani ka një replikë. Megjithatë, unë them se këmbgulja atyre për të përfshirë në fushatën elektorale, për të shkuar deri në fund të përpjekjeve për të futur në parlament, ishte një gjë shumë pozitive, ndërkohë është një premis, qoftë për këta, po qoftë edhe për dikë tjetër që mendon të dalë përveç këtyre si alternativë në të ardhmen. Natyrisht këtë lëvizje kanë ende kapacitetet të vogla për të moderuar politikën shqiptare ose për të ndikuar qoftë edhe sistemin. Kjo lloj politike ose ky lloj parlamenti që të ndërtohet në shtator nuk ka për ta prekur sistemin seriozisht. E vetëm një mënyrë e këtyre për ta prekur sistemin, nëse e kanë seriozisht me sistemin, nëse edhe ata nuk përfshihen. Cila do të jetë nëse peshë e do jetë referendumi dhe këta duhet të shkojnë drejt referendumit. Nuk do të presin fare që kjo gjë të bëhet përmes ndryshimeve ligjore ose ndryshimeve kushtetuese, pasi i siguroi që kur është ndërtuar ky sistem në vitin 2008, ka pasur, janë si thuash, janë shoshitur shumë mirë, qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja, të mira dhe të këqijat për secilën prej këtyre partive që vinë prej këtij sistemi. Dhe e kanë parashikuar të paktën në 90% të gjitha rrjedhimet e këtij sistemi. Një 10% shka ngelur, domethënë ai 10% që është edhe që zakonisht të themi ne, domethënë që e përmendi edhe Shabani pak më përpara, ka të bëjë me qarqet e vogla në Shqipëri. Qarqet e vogla në Shqipëri nuk lejojnë ndërtimin e përqindjeve për të marrë një deputet të partitë e vogla, po ndërkohë në fakt ato çfarë bëjnë gërrojnë demokracinë sepse e bëjnë të paqen një numër shumë të madh votash të qarqeve të vogla që mund të shkojnë për dikë tjetër dhe jo për dy parti të mëdha që arrin të kualifikohen me deputet. Megjithatë kur shkojmë te opsioni referendumeve, lind dilema tjetër për shkak të historikut të dështimit të referendumeve në Shqipëri nëse i kthehemi retrospektivës. Duhet provuar kjo, megjithatë mund dështoj, po unë them se duhet provuar dhe vetëm një mënyrë për t'ju qasë këtij problemi, po për t'ju qasë edhe shumë problemeve tjera madhore, të cilët të mëdhenj e politikës nuk janë të gatshëm për ta revizionuar, janë referendumet. Penetrimi vetëm, zoti Shabani? Zoti Nica ka drejt, po të studiosh sistemet zgjedhore në botë, nuk para ndryshojnë kollaj, përveç se me referendum, sepse aktori që është në lojë, që ka të drejtën për ta ndryshuar, ka fitu me atë sistem, kështu që ai nuk është me sistemin që i volit praktikisht. Ai nuk e pret degën mbi të cilën qëndron, përveç se nëse ka ndryshuar dinamika politike. Problemi që kemi me referendumin, se kemi nisë një tentativë për bërë një referendum, nuk kemi një ligj të mirëfill për referendumet. Përdoren dispozitat. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese nëse të 2003-shit, po jam dakord, do ta eksplorojmë atë si mundësi. Zoti Neza tha disa gjëra këtu, padyshim që janë bërë gabime. Gabime jo nga të gjithë forca politike, po nga individ. Për shembull, ai përplasja Shehaj Lapaj mund të ishte shmangur, sepse unë besoni se ka reflektuar kosto sidoqoftë për të dyja palët. Besoj për të dyja palët, për të gjithë të rinjt dhe për ata që s'kanë qenë aty brenda, mund të ishte shmangur. Unë e kam mbajtur të qëndrim edhe sepse nisi nga zoti Shehaj si përplasje, i kam thënë që shikon, shqetësimi më i madh këtu nuk është se hyn Adriatik Lapaj në parlament, shqetësimi më madh do të ishte se hyn Ceno Klosi, hyn Belinda Balluku, hyn këta tjerë që janë në ndjekje penale nga ose janë thirrur në shqetësimi më i madh ishte që në krye të fushatës ju shqetësuat njëri tjetrin se do të ishte në parlament. Ky do të ishte shqetësim për të rinj, për Shehajin e për të tjerë. Tani duhet pas parasysh një gjë. Ne nuk ja dolëm. Nuk ja dolëm që vendosim këmbën ke dera që Rama të mos formonte qeverinë. Pyetja është pse nuk ja dolëm. Tani mund na e vë fajin dhe ne, nuk kemi ne, ishim ne jemi fajtori, strumbullari etj. E vërteta është që Rama ka rënë me 36.000 vota. Jo, s'keni faj ju. Për këtë s'keni faj fare. Rama ka rënë me 36.000 vota. Do thotë ka marrë më pak vota se çka marrë 2021-shin. Pra 36.000 shqiptarë që e votuan 2021-shin nuk e kanë votuar më. Rama sot do ishte në opozitë. Në qoftë se do kishin dalë të gjithë votonin dhe pjesëmarrja ka rënë drastikisht. PD-si mungojnë 240.000 vota. 100.000 për cilve kanë votuar në 2021 për PD, s'kanë votuar më, kanë në shtëpi. 140.000 të tjerë kanë dalë dhe kanë votuar për alternativat e tjera që kanë qenë në zgjedhje. Eksakt, pra, ka një ton braktisës për opozitën e madhe, po dhe një pjesë tjetër që është preferuar tek ju. Kjo na dëmton të gjithëve. Pra, fakti që njerëzit nuk dalin të votojnë, që humbin besimin te politika, ke vota e tjerë. Kjo është sfida. Ky është konkurrenti kryesor që ne kemi pas. Ky është